Presidenti rus Vladimir Putin ka shprehur gatishmërinë për një prani ndërkombëtare në Ukrainë, por sugjeron që ajo të marrë formën e një administrate të përkohshme që do të lehtësojë mbajtjen e zgjedhjeve dhe nënshkrimin e marrëveshjeve të rëndësishme për vendin. Sipas tij, një administratë e tillë do të kishte për qëllim afatgjatë arritjen e një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Putin propozoi që misioni të jetë në mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara, Shteteve të Bashkuara dhe Shteteve Evropiane, duke përfshirë dhe partnerët dhe miqtë e Rusisë. Këto deklarata vijnë pas samitit të mbajtur në Paris, ku liderët e 30 vendeve aleate të Ukrainës diskutuan mundësinë e krijimit të një misioni paqëruajtës për të garantuar respektimin e një armëpushimit të mundshëm. Putin theksoi rëndësinë e zgjedhjeve demokratike në Ukrainë për formimin e një qeverie që gëzon besimin e popullit dhe mund të angazhohet në bisedime për një traktat paqeje. Kremlini ka kritikuar vazhdimisht qeverinë ukrainase duke e konsideruar presidentin Volodymyr Zelensky si një partner të palishëm për negociata, pasi ai ka qëndruar në pushtet për 3 mandate të tij 5 vjeçar, ndërkohë që zgjedhjet në Ukrainë janë shtyrë për shkak të gjendjes së luftës. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar është në kërkim të zgjidhjeve për të stabilizuar rajonin dhe për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit.